Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mes ditën e sotme në Elbasan, ku dyshohet se një person ka tentuar të vrasë me armë zjarri një person brenda ambienteve të një lokali. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:50 dhe ka shkaktuar panik tek qytetarët që ndodheshin në lokal në atë moment. Nga të dhënat paraprake mësohet se personi i dyshuar, i cili mbante një kapele, është afruar pranë personit i cili ndodhej në lokal dhe më pas i ka drejtuar armën e zjarrit. Raportohet se autori është person me precedent të mëparshëm penal. Paraprakisht dyshohet se autorit i është bllokuar arma, gjë që ka penguar ngjarjen kriminale. Dinamika e plotë e ngjarjes mbetet ende për t'u sqaruar. Deri tani nuk është bërë ditur nëse i dyshuari ka qelluar me armë apo nëse ngjarja është parandaluar përpara se të kryejë qitja. Fatmirësisht, nga informacionet e deritanishme, nuk raportohet për viktima apo persona të plagosur. Pas njoftimit të incidentit, forcat e policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë nisur veprimet për zbardhjen e rastit. I dyshuari është identifikuar, ndërsa po punohet për lokalizimin dhe kapjen e tij. Paralelisht, grupi hetimor po mbledh prova dhe po merr në pyetje personat që kanë qenë të pranishëm në lokal, me qëllim përcaktimin e saktë të mënyrës se si ka ndodhur ngjarja. Ende nuk dihet se çfarë ka shkaktuar incidentin. Një nga pistat që po verifikohet është nëse mes të dyshuarit dhe gruas ka pasur konflikte të mëparshme apo një marrëdhënie që mund të lidhet me ngjarjen. Pritet që policia të japë detaje zyrtare në vijim, si për dinamikën dhe motivin, ashtu edhe për operacionin për kapjen e personit të dyshuar.